Mbrëm pas mesnate në Tetov, punonjësit policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin GJ, 52 vjeç nga Tetova. Ai është denoncuar nga bashkëshortja e tij 49 vjeçare për dhunë në familje të kryer rreth mesnates në shtëpinë e tyre, me çka e ka sulmuar fizikisht. Gjatë shoqërimit të GJ janë matur 2.51 promil alkool në gjak dhe i njëjti është ndaluar në stacionin policor. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm në ora 20:20 në Tetov, punonjësit policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin IA, 50 vjeç nga Tetova, për shkak të dyshimit për vepra penale të kryera, lëndim trupor dhe rrezikim i sigurisë. Gjatë kontrollit të IA është gjetur edhe marihuan. Personi është ndaluar në ambientet e sektorit për punë të brendshme Tetov për procedurë të mëtejshme. Dje në stacionin policor në Gostivar, IS, 63 vjeç, ka denoncuar privim të kundërligjshëm nga liria dhe zhvatje të kryer po atë ditë nga ana e ZS dhe disa personave nga Gostivari. Sipas denoncimit, për shkak të marrëdhënieve të papastruara borxhbesimi për një kredi bankare, denoncuesi është futur me forcë në një automjet, është sulmuar fizikisht dhe janë drejtuar kërcënime për jetën. Autorët më vonë kanë hyrë në shtëpinë e tij, i kanë marrë dokumentet personale të atij dhe bashkëshortes së tij dhe kanë sulmuar fizikisht personin AM. Dje në ora 16:40 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një banore 40 vjeçare Tetovës ka denoncuar se është sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj IA, 50 vjeç, i cili pas sulmit i ka drejtuar kërcënime për jetën, i ka marrë para, telefonin celular dhe dokumentin e udhëtimit, pas së cilës është larguar nga shtëpia. Ndaj personit është shpallur kërkim për shkak të dyshimit për lëndim trupor dhe rrezikim të sigurisë. Dje në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 40 vjeçar nga fshati Reqice Vogël ka denoncuar mashtrim nga ana e BS nga fshati Gjepçisht. Denoncuesi ia kishte besuar automjetin e tij pajton të denoncuarit për shitje, por më datë 22 janar 2026, kur ka kërkuar të marrë automjetin mbrapsht, BS e ka njoftuar se tashmë e ka shitur automjetin pa pëlqimin e tij dhe pa ia dorëzuar parat, po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje në ora 11:20 në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar se në rrugën rajonale Tetovja-Zhinc në Slatin ka ndodhur një aksident komunikacioni midis automjetit të udhëtarëve Mercedes me targa të Tetovës i drejtuar nga AI, 33 vjeç nga fshati Dobrosht, dhe automjetit të udhëtarëve Mercedes me targa të Tetovës i drejtuar nga AH, 36 vjeç nga fshati Nerasht, rrethina e Tetovës. Në aksident, lëndime të rënda trupore kanë marrë 2 shoferët, ndërsa me lëndime trupore është marrë një pasager BA, 26 vjeç nga fshati Nerasht, të konstatuara në Spitalin Klinik të Tetovës. Hetim është kryer nga ekipi i sektorit për punë të brendshme Tetov.